Pra, pyetja juaj, së pari, edhe njerë, nuk na dikton njeri ne, dhe nuk na ka diktue taktikën tonë. Kur paqësore është zgjedhja jo. Me besim në plot se kjo është më e mira. Vija kuqe jonë është protesta gjenërzim në Edi Ramës. E lodhshme, raskapitse, e mundimshme, por ne këte kemi zgjedhur. Vija e kuqe jonë si protest gjenërzim në Edi Ramës është jetike. Jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për Partinë Demokratike, po edhe për Shqipërinë, që të ketë një opozit me zë të fuqishëm. Ata që mërzitën, Kris, nga protesta e Partisë Demokratike, gabojnë në qoftë se janë kundërshtar të regjimit. Gabojnë shumë. Protesta e Partisë Demokratike është zëri atyre qytetarëve që guxojnë të dalin në rrugë. Për çfarë çështjesh? Dalin në rrugë për çështje të cilat janë një lloj rënuese për çdo qytetar të ndershëm të këtij vendi, pavarësisht nga bindjet politike. Mendo pak njerë sikur Partia Demokratike të mos dilte në rrugë, po të ndiqte shumicën e heshtur. Çfarë do thoshte kjo për Shqipërinë? Çfarë do thoshte? Çdo qytetar dhe ju përfshi do të ketë një gjë parasysh, se Shqipëria sot është një diktaturë autoritare. Një diktaturë autoritare që dallon nga diktatura totalitare, sepse kjo e pranon pluralizmin, por kjo e shtyp pluralizmin. E shtyp pluralizmin. Ata të cilët ka një dyshim në këtë, me lejo të ushtrojnë pyetjen bashkë. Në cilin regjim arrestohen si persona ndën hetim, vitin elektoral lider të opozitës? A mund të realizoni ju se çdo thot kjo? Në cilin regjim? Vitin elektoral arrestohen liderët e opozitës si persona në hetim. Cili është qëllimi i këtij arrestimi? Qëllimi i tij është një dhe vetëm një: të marrë të grabisë zgjedhjet me çdo kusht. Në cilin regjim përdoren kartelet e drogës për të përcaktuar rezultatet e zgjedhjeve, siç e përcaktuar në Durrës, siç e përcaktuar në Elbasan, siç e përcaktuar në Vlorë, në Fier dhe një sëri qytete tjera. Kur mendon, mos harro se këto kartele administrojnë miliarda, jo qindra milion, miliarda euro. Dhe ato kanë vetëm një detyrë: në bashkëpunimin politik, zgjedhjet, garantimin e fitores. Nuk e di ku jeton, por
të përgjigjem për këtë lidhur me këtë fenomen me një deklaratë. Të Michael Gallagher, deputet nërmët nëruar në Parlamentin Evropian, koordinator i Partisë Popullore në Parlamentin Evropian me grupe tjera parlamentare. Çfarë tha? Çfarë deklaroi? Ai kryesoi delegacionin parlamentar të Parlamentit Evropian në vëzhgimin e zgjedhjeve. Ai deklaroi aty në Bruksel se në Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacionin e pushtetit. Ndaj dhe në formulimin e mendimeve është e domosdoshme të marret parasysh realiteti. Unë këtu në të bisedë me ty unë ndala vetëm në një aspekt, në aspekt e krimit organizuar dhe terrorit politik në opozicë. Por mund të them tjetrën, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, u falen 2 miliard gjoba dhe kamata. Me 2 miliard gjoba dhe kamata blen zgjedhjet jo në Shqipëri, me 1.400.000 zgjedhës, por blen zgjedhjet në një vend dhe 2 dhe 3 herë më të madh. Vim tek Partia Demokratike. Partia Demokratike është një proces riorganizimi, ripërtritje në demokratikun që ka njohur. Partia Demokratike ka garë në të cilën janë të ftuar të marrin pjesë që të gjithë, por ka një kusht i dashur Kris. Kur Edi Rama nuk do mund të përcaktoj kryetarin e kësaj partije. Për këtë të garantoj. Dhe çdo demokrat është i mirëpritur. Në garë është i mirëpritur të zëj pozicionin dhe siguroj që po bëhet shumë punë për hapësira gjithnjë më të mëdha për të rit, po kryetarin e kësaj partije do të caktojnë vetëm demokratët me votën e tyre. Dhe asnjëherë askush tjetër. Faleminderit. Klisman Mhilli, përshëndetje doktor, pse po propagandohet në çdo studio që ti je bashkë me Ramën në një marrëveshje? Çfarë mund të bësh për këtë propagandë, ku besoj se e di mirë që një popull i pa informuar zhytet në lajme të rreme? Të lutem lexoje. Tani, çfarë është thelbi i kësaj propagande? Në aspekt është një logjik primitive, sipas cilës, do me thënë, Edi Rama arrestoi Sali Berishën, por nuk e ka arrestuar. Sipas cilës, Edi Rama ndonë se loboi me të gjitha parat e tij për sanksionimin e Sali Berishës, por nuk e ka bërë këtë. Çfarë ndodh? Pse kjo propagandë? Duan të mirësoj figurën e nxirë të Edi Ramës. Duan të krahasojnë të pakrahasueshmet. Është vërtet kjo, po unë ka kohë që ju kam thënë shqiptarëve se mafia më e rrezikshme në Shqipëri, më e rrezikshme se ajo e kokainës, është mafia fjalës lirë. Dhe këtë mafia ka në dorë Edi Rama. Tani që Edi Rama është damkosur, publikisht, para shqiptarëve dhe botës, tani thonë që edhe Berisha është një lloj si Rama. Në një kohë kur nuk japin dot një argument, një fakt të vetëm, që mund të krahasojmë këta 2 persona. Një fakt të vetëm. Një të vetëm. Në asgjë dhe në asnjë fakt. I vetmi fakt është se Edi Rama nuk e mposh dot Sali Berishën. U përpoq me gjitha mënyrat ta arkivonte politikisht. U përpoq